Ja, Renis, misterios, Știi cu para. Eu mandei la prova. Apropie mikrofonin. Të nderuar motra, vëllezër bashkëqatarë e miqtë e ftuar, jemi vlerë sot në takim për të festuar dhe kujtuar 80 vjetorin e formimit të qeverisë së parë të Vlorës, i pari formacion armatosur partizan në gjithë rajonin e Jugut, i krijuar gjatë luftës së dytë botërore. Krijimi i qeverisë së plak të Vlorës ishte një akt i madh patriotik me rëndësi kapitale për fillimin e befatet e luftës jo vetëm të Ukrainës, por marrë vendin tonë. Formimi i qeverisë pikërisht në Gjorë nuk ishte një veprim i rastishëm apo spontan, por ai erdhi si pasojë e përpjekjeve të vazhdueshme të dienve të Gjormit dhe të luftarëve të tjerë të inkuadruar në të qetë, të cilët nuk rreshtën se luftuarin për të larguar pushuesin nga vatrat tona me besim të patur në të ardhmen e lirë dhe sovrane të vendit tonë. Element tjetër thelbësor për formimin e këtij formacioni luftarak në fshatin tonë ishte kontributi i tjerë të tij, cilën jo vetëm në fjalë, por edhe praktikisht dëshmuar se në momentet kur rrihej në diskutim identitetit dhe ekzistenca jonë, lufta për liri pa dallim krahine, bindje dhe ideja ishte vetëm një mjet për mbrojtjen e trojës tona. Nga 38 pjesëtarë që kishte qetan në fillimin e saj, 26 kishin vjedhur të Gjormit, të cilët ishin të inkuadruar në qetën territoriale luftarake të fshatit Hasan Katrani përpara krijimit të saj. Këta burra dhe luftarë të shuar, që nuk e humbën kurrë besimin te liria, ishin Neki Mer Hoxha, komandant i qetës me pseudonimin Vanja, komisar Kazim Çatori, Qani Shenaj, me pseudonim Xhaxhanezi, Lulo Lulaj me pseudonim Malsori, Xhafer Talani, Shkuza, Selam Aliyej me pseudonim Rufeja, dhe Yusaj me pseudonim Kuj, Bako Tafili, Arp Shenaj, Esad Veraj, Fethi Prendaj, Xhafer Lulaj, Veid Kapaj, Bego Fushaj, Esad Veraj, Babo Alilaj, Fethi Prendaj, Ezi Qobaj, Kapo Askushaj, Selim Aliyej, Ramiz Nemushaj, Shako Hysaj, Shamet Gjika, Veid Kapaj, Xhafer Lulaj, Gjelo Alilaj, Zaho Aliyej dhe Muslim Aliyej. Kjo qetë ka qenë nismëtare dhe organizatore e shumë aksioneve të rëndësishme dhe të suksesme, si Ndrasholic, Brataj, Ujtësot, Tërpaç, Qafne Pulumbi, Qafne Dushu, Radhi, Mavrov, Selenic, Patos, Qeprat, Malibad, Ura i Gjonit dhe Popeja luftës Gjonit, beteja Radhinës, dhe në të gjitha këto beteja, kjo qetë tregoi guzim, trimëri, ndjenjë sakrificë dhe heroizmi. Krenar për djemë të fshatit tonë që trimëri nuk e kishin në fjalë, por në vetra, jo në gjuhë, por në ardhë. Ne sot duke përkujtuar qetë historike nuk mund të mos flasim për komandantin e saj legjendare Neki Mer Vanja, luftarin shqiptarëmor, antifashistin e orëve të para, i cili me zgjuarsin, intelektin e tij diti duke qetën plak 24 beteja të suksesshme, duke zgjeruar efektimin e qetës plak në 70 luftarë. Si askund tjetër në histori, pothuajse të gjitha aksionet të kësaj qete historike janë memorizuar në habitate përkujtimore, ku fal luftës dhe kontributit të tyre ne sot jemi të lirë, vetë të denjë për civilizimin evropian, cili i përkasin. Një nga betejat më të rëndësishme të qetës plak ishte lufta e Gjonit, e cila për nga përmasa, rëndësia, efekti i shpatin popull heroizmi treguar me të drejtë e shtuar epopeja e luftës Gjonit. Luftarët të qetës plak me luftën e tyre herë të pasishme, herë frontale, përballuan një armik shumë herë më të madh në numër dhe pajisur në më të përparuar atos. Ne këtë luftë përsol mesazhi se pas këtij momenti, ne pushtuesin mbar vendi mund të flitej vetëm në qendrën e pushtës. Kjo qef, jo vetëm që ishte para që nisi lufta nacionale shqiptare, dhe duke parë zhvillimin e kësaj beteje, për nga drejtimi, organizimi, taktika dhe strategjia e përdorur, mund të thuhet fajzukim ca jo hodhi bazat e shëndosha për krijimin e rregull pushtërisë shqiptare. Sot nga latësia e jubileut të 80 të krijimit, ajo shkëlqen në ndriçimin e lirë, si lutë që përfond që dritën e tij në historinë e dienve të Gjormit dhe gjithë luftarëve të Krajinës. Lufta e Gjormit 31 vjetor 1942 janar 43 u zhvillua kundër fashismit italian, në cilin mbështeteshin nga mercenarët Ali Laliz dhe Bujar Kaloshi, në një forcë luftarake trajnimi letësh të zonën dispozicion, komandanti italian Franco Clementi. I vetë njësi i organizuar ishte qeta plak në 40 luftarë me komandant Neki Meri dhe komisar Kazim Çatori nga Tragjasi. Forcat tona u tërhequr për Tragjasi, ndiqen nga mercenarët Ali Laliz në rreth 1500 veta me qëllim rrethimin e azjesimin e saj.
qeta me heroizëm dhe qëndresë pashote, me një praktikë shembullore, tërhiqje pa humbje për gjuhë, betejë finale do të ishte e pashmangshme. Prefekti i Vlorës, Jazim Koculi, deklaron se kush merr Gjoni ta marrë gjithë krahinën. Raporti forcave në momentin e parë ishte në favor të armikut, ku 3000 forca luftërake ishin kundër 40 trimave të qetës flak, të cilët ushtuan me shpejtësi dhe luftare nga gjithë krahina e lumit Vlorës. Gjormë kthyen në një mos të vogël dhe i bilanci luftën në Breslënës. Nga forcat armike pati 65 të vrarë, 70 robër dhe rreth 160 plagosur, ndërsa nga forcat tona u vranë 7 vetë, 5 komandantë dhe 2 luftarë, ndërmjet tyre dhe të shmori fshatit tonë Pako Tafili. Në këtë betejë u vrarë komandanti italian Franco Flemelli dhe populli i këndor. Kali Bacio Zallibar u vra konsulli militar. Klemen konsul generali në gjorën do të pariti tavan lulet vallit komandant Duro Shaidi. Duhet thënë e vërteta historike për komandantin e Kineri, Kajo Karafili Vlorës. Duhet të rishkruhet historia, të ridimensionohet kontributi dhe emri i tij, pasi vetëm kështu kemi të e vërteta mbirorit dhe kontributin e tij të jashtëzakonshëm. Si komandant i qetës flak, por dhe eroi i tij si kryesin të modelit të krijimin e qetave të tjera partizane. Komandanti i tij duke vlerësuar në kontekstin e kohës, dhënë teatrin atyre njerëzve që jo vetëm janë pjesë e historisë, por dhe e krijojnë atë. Dhe këtë e kanë bërë në mënyrë më të mirë të mundshme. Ai ishte nga ata burrat shquar që mendonte se lufta ishte domosdoshme të bëhej, dhe kjo mund të arrijë me kontributin e të gjithëve, duke filluar nga vetë ai, nga vendimi i tij Gjoni me synimin e qartë që të shtrijë gjithë Shqipërinë. Në bisedë rrugtimit të tij të shkurtër, dhe jo për fajin e tij, ai lajmëron nga dia dhe heroizmi. Për shkak të konjunkturave të kohës, mosmarrëveshjeve, intrigave të luftës dhe traksioneve politike të krijuara, rritet pavarësisht në moshën 25 vjeçare bashkë me luftarin tjetër të shuar Xhafer Kalani. Vrasja e komandantit e Kiut la një boshllok më të madh se sa vendi që cinte ndërkohë që ishte gjallë. Rindja e madhe për humbjen e komandantit e Kiut shpreh të vargje popullore. Gjormas Majtoni dhe Qani se kemi fati në, gjithë jetën si të mbani, Neki Hoxha nuk vjen më. Nuk mund të lëpëm pa përmendur protagonistin tjetër të atyre viteve të studishme dhe kursin politik me aftësi të rradha Sadik Përmbi. Bashkëkryetar i grupit Merine dhe një nga themeluesit e Partisë Komuniste të kohës. Si një politikan i re, ai diti të luante si faktor i rëndësishëm në konjunkturën e madhe politike të atyre viteve, ai diti të lidhej me popullin për të qenë përfaqësues i aspiratave të tij. Ai ndante mendimin se në luftë duhet të ishin të gjithë pjesëmarrës, por pa dallime, ngjyrime apo kufizime. Sadiku nuk ishte për një luftë të thjeshtë reaksione sportike, ai donte më shumë se kaq. Ai kërkonte shumë më tepër, donte një luftë me vazhdim të qartë politik dhe për këtë kishte aftësinë dhe vizionin e duhur. Kishte maturinë të mos ngutej për të mos krijuar rreth vetes një ishull të izoluar, por një gjithë përfshirje për të merrë pjesë gjithë aktorët progresistë. Ai nuk mundi arrinte këto synime, pavarësisht objektivat të qarta që kishte. Largohet në Francë, militoi deri në fund të jetës tij në radhë të Partisë Komuniste të Qytetit dhe pjesëmarrës aktiv internacionale socialiste. Ai kur nuk e trajtoi tufën e tij, dhe pse ngeli në ujë të vetmuar, ai u qëndroi besnik idealeve të tij social-demokrate. Vdiq në prill të vitit 91, pa arritur të kthehej në ardhe. Këta ishin tjerë të Gjormit, që bënin atë që thoshin atë që bënin. Ky është fshati ynë, që njohim dhe që duhet na njohim sipas me fakte dhe vërtetave të famshme. Bukur janë përshkruar ata në vargje. Ata jo nuk shuhen kur, se nuk des timëria, pa gëzimin tjenë të Gjormit, do jehoj nga përjetësia. Ne nuk u lërsuam në realizm, pavarësisht historikut e kontributeve që kishim. Ne kemi përjetuar vuajt dhe privacionet më dha. Dhimbje për padrejtësinë, mohimin e vlerave, dhimbje për deformimin e të vërtetës, dhimbje dhe revolt për persekutimin që na u bë. Një këngë late që për shkatet më së miri, sakrificës, luftës dhe kalvarit muaj dhe tjenë në Gjormit, atyre që dhanë jetën për njëri, por dhe atyre që jetuan. Për ditët e gjata për ne të paron dhe mbas të vjetës haku prapin në rënd. Deshti dini Zot ku i kurinia Korona Maneti u bëftë Shqipëria. Historia jonë ka filluar të sfarë, duke sfiduar marrësitë e tranzicionit kohës, pasi e drejta vonon, por nuk harron. Ajo është si uji që gjen rrugën e tij. Ajo do të tregojë heronjtë e vërtet që mbajnë një shpatull e tyre barën e luftës. Dëshmorët tani janë larguar nga kjo botë, por ata rrojnë mes të gjallëve në përjetësi për një shoqëri me kujtesë, që duhet të nderojnë dhe të respektojnë. Ata janë burë të shmuar në memorien e shoqërisë. Ata janë modeli shoqërive të përparuara dhe emancipuara, burim frymëzimi për sot dhe të ardhmen. Historia nuk është vetëm tregtim, por një shkollë që na sjell ide për të cilave duhet marrim mësime. Mesazhi që ata përcjellin në shoqat, të jemi vetar, të punojmë, jetojmë dëshmërisht, të duam respektojmë, të mbështesim njëri tjetrin dhe jo ta përjashtojmë të mendojmë ndryshe. Ne nuk duhet të ikim, por duhet të qëndrojmë dhe të bëjmë bashkë
në dorë një të ardhme më të mirë, që askush nuk po të jetë me begat se ajo që ka ofron vendi ynë. Ky është modeli që duhet t'i ofron shoqërisë dhe sidomos rinisë. Lavdi për jetatën vjetori, ditës formimit të shtetit plak të Vlorës, lavdi dëshmorëve të shafit tonë, lavdi dëshmorëve të Ardeut dhe të gjithë atyre që luftuan për çlirimin e Shqipërisë. Vazhdojmë me përshëndetjet. Fjalën e merr kryetari i Bashkisë së Që në krye të herës duat të falenderoj shoqatën adhëretare patriotike të Gjormit për nismën që mori për të festuar 80 vjetorin e qetës plak. Ky përvjetor është një përvjetor që i bën nder edhe Bashkisë Selenicë, pasi është një ngjarje e madhe që sot nga 80 vite largësi dim ta lexojmë, dim ta përkthejmë, dim ta argumentojmë dhe të falenderojmë të gjithë ata që e krijuar të qetë. Pasi qeta plak e Vlorës ishte formacioni i parë që organizativ, ushtarak që u krijua në Nabëri dhe në lumin e Vlorës. Kjo qetë u krijua pikërisht në Gjorëm, jo rastësisht, siç e tham parafolësit, po si rezultat i mjaft djemve të Gjormit, të cilët ishin shkolluar në Perëndim, kishin marrë një formim patriotik dhe e dini se ç'ishte liria. Prandaj krijuam këtë qetë me synimin e madh për një liri të përgjithshme të vendit tonë. Sigurisht, qeta plak e Vlorës ka shumë aksione dhe shumë veprimtari, por unë dua të sjell në këtë takim një falënderim të përzemër nga veteranët, familjet e dëshmorëve, të vetë qytetit Selenicës, pasi ishin pikërisht qeta plak e Vlorës dhe ajo nga Ollakastrës, ishte komandanti me Klimeri që të çliroi qytetin e Selenicës në 28 shkurt të 43-shit. Sa vetërinj dhe të brezave që vinë, pasi ky ishte amaneti atyre që derdhën në gjakë. Kjo është dhe dëshira jonë sot. Prandaj të gjithë së bashku, të bashkohemi fort për të sjellë më të mirën e mundshme për fshatin tonë, për zonën tonë, për krainën tonë, për bashkinë tonë, me synimin që shpresa e njerëzve tanë, e fëmijëve, një prej mbesa të jetë pikërisht Shqipëria dhe vendi jonë. Urime për festën dhe ja kalofshin sa më mirë, sa më me dashuri dhe sa më shumë respekt për njëri tjetrin. Faleminderit. Pjesëmarrës në këtë takim. Të nderuar deputet, i nderuar prefekti i Vlorës, i nderuar kryetari i Bashkisë së Selenicës. Kam nderin dhe privilegjin që në emër të kryesisë së Komitetit të Veteranëve dhe të pasardhësve të luftës antifashiste nacionale shqiptare të kombit shqiptar, deri kombit, ju përshëndes në këtë eveniment në 80 vjetorin e krijimit të qetës plak të Vlorës, e cila u krijua këtu në këtë fshat të traditave të luftës antifashiste nacionale shqiptare fshati Gjoksi. Vlora si asnjëherë tjetër para pak ditësh festoi 30 vjetorin e pavarësisë, si dhe 78 vjetorin e çlirimit të vendit nga nazifashistët. Kontribues në këtë luftë ka qenë edhe qeta plak e Vlorës me luftëtarët dhe dëshmorët e saj. Kjo qeta plak e Vlorës u krijua në datën 4 dhjetor 1942 me vendim të Komitetit Jakor të Vlorës, me komandant e Klimeri e komisar Jazim Çakëri. Përfaqësues nga Qarku i Vlorës ishte i Kapo, Ibrahim Dervishi e Arif Hasan. Kjo qetë kishte në përbërje e saj 44 luftëtar, prej këtyre ishin nga ky fshat, ndërsa pjesa tjetër nga fshatrat të tjerë të lumit të Vlorës, nga Tragjasi si dhe nga Vlora. Aksionet e shumta të kryer nga kjo qetë bën një hon të madhe në këtë krahinë, dhe se ato patën në rëndësi të veçanta, duke ngritur moralin dhe shëndimin e besimit të popullit të saj.
Pra, si këtë herë, edhe herë të tjera, le të përkujtojmë këtë ngjarje dhe të përcjellet në presë, prandaj më lejoni që në emrin tuaj të falenderoj organizatorët e këtij takimi, kontributin e kryetarit të Bashkisë së Lindjes së nderuarit zoti Kulumbina, si dhe shoqatën adhetare kulturore të këtij çati. Lavdi që të plak të Florës dhe dëshmorëve të saj. Faleminderit. Të dashur motra dhe vëllezër, të nderuar zonja dhe zotrinj. 4 dhjetori i vitit 1942, dita e themelimit të qetës plak të Vlorës, qetës së parë në lumin e Vlorës dhe në Labërit, e cila luftoi kundër fashistëve italian, në fakt është vijim i 4 dhjetorit të vitit 1912, i cili në histori shënohet si dita e themelimit të ushtrisë shqiptare. Ne sot, në këtë 80 vjetor të qetës plak të Vlorës, përkulemi me respekt përpara kujtimit, përpara guximit, heroizmit, jetës së dhënë për adeon, të komandantit, komisarit, zëvendës komisarit të qetës, gjithë luftëtarëve të qetës që dhanë jetën e tyre në luftën kundër okupatorit. Megjithatë, në respekt të kësaj dite të shënuar, në respektin tuaj, më lejoni të jap disa konsiderata të shkurtra, mendime të mia personale për këtë event të madh. Në fakt, historia e qetës plak të Vlorës, historia e Neky Meroxhës, e Stadik Premtes dhe e bijve të fshatit Gjorm, historia e Gjormit është histori sa heroike, aq edhe tragjike. Është histori mendimi politik dhe veprimi politik. Është histori qëndrese, është histori emancipimi, është histori kombëtare, thellësisht kombëtare. Qeta plak e Vlorës, si qeta e parë antifashiste në lumin e Vlorës dhe në Labëri, është qeta që në historikun e vet shënon 26-24 beteja kundër fashistëve italian, me një gjeografi të pasur nga Tirana, Kuçova, Selenica, Patosi, Gjormi, Radhima, Vlora e të tjera. Është qeta e cila u krijua në Gjorm, në të fshat me tradita, fshati i cili shënohet në histori si fshati i parë i cili ju kundërvu ushtruesve italian dhe njëherë fshati i parë i cili lejoi që një betej kundër fashistëve italian të bëj brenda kufive të fshatit, të zhvillojë në urën e Gjormit duke patur parasysh të gjitha ato pasoja. Heroizmi i qetës plak të Vlorës shënohet në histori. Heroizmi i qetës plak të Vlorës shënohet në komunikatat e Partisë Komuniste të kohës, ku flitej për heroizmin e komandantit të qetës Neky Meroxha nga Gjormi dhe komisari politik i cili komunikata e quante zvendësin e komandantit Qazim Çakëri, një usharak trim nga Kragjasi i Vlorës. Heroizmi i qetës plak të Gjormit ishte vijim i punës të bërë nga një siti i fshatit Gjorm, i cili është krijuar që në dhjetor të vitit 1941, është formalizuar në mars të vitit 1942 dhe ka vijuar aktivitetin e tij luftarak derisa që u krijua qeta plak e Vlorës në bashkëpunim me qetën territoriale të fshatit, qetë e cila mbante emrin e patriotit të madh, e luftëtarit të madh nga Gjormi, Hasan Katrani, i cili dha jetën në luftën e vitit 1920. Pra kemi një vijimësi, kemi një traditë, kemi një koherencë, kemi një ideal patriotik i cili ka qenë mëkuar dhe ka vazhduar në të gjitha luftrat që Gjormi ka shënuar në historinë e Vlorës, në historinë e Shqipërisë. Pa dyshim, kryetari i shoqatës së Gjormit, avokati Zotaj foli shumë mirë, drejtuesi foli shumë mirë, kryetari i bashkisë, përfaqësuesi veteranëve folën shumë mirë dhe ne mund të vazhdojmë pa fund për heroizmin e Neky Meroxhës, të Qanishena e të tjerë. Po kjo është një pjesë që historia e ka bërë pak, duhet ta bëj akoma më shumë dhe ne do ta vazhdojmë ta forcojmë në forume të tjera. Po unë dua të ndalem te pjesa tragjike dhe këtu do lutem të më kuptoni, këto janë mendimet e mia si Bujar Leska, janë mendime njerëzi dhe për pozicionin që unë kam si deputet i Kuvendit të Shqipërisë i Partisë Demokratike.
Ku qëndron tragjizmi i kësaj qete? Tragjizmi i kësaj qete qëndron në faktin që për vetë potencën që mori kjo qetë, për vetë autoritetin që kjo pati në Labëri, në Vlorë dhe në gjithë Shqipërinë, për vetë faktin që drejtuesit e kësaj qete ishin kundër ndikimit slab, kundër ndikimit të Dushan Mungoshës në luftën që po zhvilloi në Vlorë, gjë e cila është e konfirmuar me letra të tyre drejtuar Komitetit Qendror të Partisë Komuniste Shqiptare, këta u goditën egërsisht nga Enver Hoxha, Mehmet Shehu, Liri Gega dhe Dushan Mungosha. Ne të gjithë duhet ta kuptojmë këtë, duhet ta lexojmë me vërtetësi, me realizëm. Unë po ju jap një fakt të thjeshtë. Në maj të vitit 1943, në komunikatat që lëshonte fashizmit të kohës, në personat më të kërkuar ishte Mehdi Enver Hoxha, ishte Xhafer Dajlani, ishte Qani Shenaj, Sadik Premtja dhe të tjerë. Por në këtë periudhë, në maj të vitit 1943, 2 muaj, mbasi qeta Plak e Gjormit, si qetar kryetari bashkisë, kishte shliruar Selenicën, komandanti i qetës, Mehdi Enver Hoxha, thëritet pa besisht në Mallakastër, nga Mehmet Shehu, prihet në Bes, merret peng dhe vriten komisari i qetës Xhemil Çakëri dhe heroi popullit Hidayet Micolli. Kjo është e vërteta historike. Pra, në kohën kur fashistët e kërkonin Mehdi Enver Hoxhën si luftëtarin më të shuar antifashist, si luftëtari më të shuar komunist që luftonte për lirinë e ateut, po në atë muaj fuqi i Mehmet Shehut i ideuar nga Liri Gega dhe Enver Hoxha e Dushan Mungosha vjet në zbatim në Mallakastër. Ju i dini shumë mirë këtu. Ju moshatarët i dini historitë, i din nga vetja kur kanë qenë fëmijë, i din nga prindrit e tyre, po edhe ne të rinjt i dimë. Radhën deputeti tjetër. Ndërruar veteran, ndërruar pasardhës, shmorëve, veteranëve dhe luftarëve patriotë, notra dhe vlerë. Pak ditë më parë, Vlora dhe Shqipëria festojnë 100 vjetorin e pavarësisë së Londrës. Në 28 nëntor 1912, burri i shtetit Ismail Qemali, me përbuzje ndaj rodëbërisë dhe me idealin e paqes, bëri bashkë Vyq Burakuqin dhe Zediot, Mitat Frashin dhe Dedri Pej, Dom Nikol Kaçorin dhe Murat Toftani. Jo më kot, i citova këta emra. Pa mundësi për të përmendur të gjithë, i mora ata si një shembull që tregon që shpallja e pavarësisë ishte një akt që te i kalonte ndarjen Geg dhe Toso, muslimanët, krishterë, të rinj dhe të vjetër. Të gjithë këta burra trima, patën dhe mençurinë për të kuptuar se vetëm duke të i kaluar çdo ndasësi, dallimin e tyre mund të përmbushnin ëndrrën shekullore të shqiptarëve për liri dhe pavarësi. Kjo ngjarje e lartë kombëtare e ka shoqëruar ndërbreza popullin tonë. Ashtu dhe Gjormi e ka të ngulitur këto cilësi dhe të trashëguara brez mbas brez. Të dashur pjesëmarrës. Në luftën e dytë botërore, populli u bashkua rreth vlerave të antifashizmit. Vlerat të cilat qëndrojnë dhe sot në themel të Shqipërisë demokratike, por dhe të qytetërimit perëndimor. Këto vlera i përqafuan ndër të parët banorët e Gjormit të krajinës Mesaplikut, të cilët refuzuan të jetonin në zgjedhjen e pushtuesit. Gjormiotët ishin ndër të parët burra e gra që rrokën armët dhe me trimëri e vendosmëri luftuan për lirinë e Shqipërisë. Këtë sakrificë, duke dhënë apo rrezikuar jetën, mund ta bëjnë vetëm ata që atë dashurinë e kanë të kulitur thellë në genet e tyre. Dhe dashuria e Gjormit për Shqipërinë është e lashtë, po aq sa ky fshat dhe kjo krajinë e lavdishme. Historia tregon se që në fillim të viteve 40, populli i krajinës tonë është bashkuar përtej çdo dallimi ideologjik, për të ndezur frymën aftëtare dhe për të organizuar luftën ndaj pushtuesve fashist. Prandaj në 4 dhjetor të vitit 1942, nuk ishte një episod i rastishëm apo fatlum. Themelimi i qetës Plak në Gjormë 80 vite më parë, qeta e parë partizane në Vlorë, edhe si rezultat i rezistencës popullore e cila kishte 3 vite që kishte nisur, kërkonte një organizim modern formacione luftarake. Themelimi i saj erdhi gjithashtu, dhe si rezultat se Sadik Premtja, liri fshatit Gjormë, ishte nga të parët e rinj një aktivist antifashist në Shqipëri.
që ta plak me komandant në Kiosh dhe komisar Qazim Çakëri e kishte aq të madhe jetën për liri sa po atë të mbrëmi. Ajo bëri aksionin e parë duke i përprit autokolonës fashiste. Në kujtimet e tij, njëria atërshëm, Recep Halilaj, kujton se si komandanti në Kihoxha, pasi bëri organizimin e shokëve që lloji i parë në autokolonën fashiste hyrën me gjorë. Ja që thot ai. Mbi makina të derdhën preda mitrolozësh, bomba e push, mitrolozit preda nuk ishte pushuar, dhe forcat armike u përgjigjen me zjarr, por dëmet i patën të mëdha. Gjatë natës, dura e gra, fëmijë transportuan municionin që gjendej në makinë. Më 26 dhjetor 1942, Qeta Plak shpartalloi batalioni artillerisë italiane dhe dogji depon më të madhe të municioneve në Radhin. Rezistenca e Gjormit dhe e gjithë Florës irritoi fashist. Ministria e Punëve të Brendshme deklaronte asoj kohe, nga në të gjithë Shqipërinë Vlora mba rekordin e turbullira. Kulmin Qeta Plak e arriti në fund të dhjetorit 1942 dhe ditët e para të janarit 43. Me trimëri dhe sakrificë u arrit në shpartallimin e forcave mercenare të udhëhequra nga kolonel Clementi, komandanti italian i garnizonit Shkodrës. Ishte një betejë e ashpër kundër forcave të binduara italiane. Në këtë betejë luftuan së bashku partizanë, populli i Krajinës, por dhe nacionalist si Justin Depenica me qetën e tij. Aty u kryen luftime të rrepta dhe kjo u quhet epopeja e luftës Gjormit. Uranë heroikisht në luftën Beqir Selimi Bako Tafil, ndaj populli i Këndon. Nga vullnetarët u vran trimat me burëri. Në Tërbaçvat e Aberi u vra Beqir Selimi. Nga populli dhe nga qeta ran trimat për liri, drejtues në qetën Plak në Gjorëm Bako Tafil. Kjo luftë legjendare forcën e lirisë tregon vullnetar dhe Qeta Plak mbi armikun shkëmqëndron. Të nderuar motra dhe vëllezër, mund të flisja gjatë për patriotizmin dhe heroizmin e Qetës Plak dhe lavdinë e luftës antifashiste nacionale shqiptare, por fjalët e mia nuk do të mund t'i përshkruanin gjithë atë histori. Historia e Gjormit dhe periudha e luftës nacionale shqiptare është sa e lavdishme, aq edhe e dhimbshme. Megjithatë, unë jam i bindur se lufta e lavdishme e Gjormit nuk është shkruar ende siç duhet, dhe disa të vërteta duhen thënë. Të gjithë jemi të ndërgjegjshëm se në momente të caktuara, lufta e drejtë e popullit për liri është shoqëruar dhe me episode të errta nga individ të caktuar që herë për arsye të qarta dhe herë për arsye të paqarta kanë dhënë kontribut në përçarje dhe në bashkim. Dhe në raste se do të shpreha mendimin tim, do të thosha se në Gjormë unë pleksën së bashku me dashurinë e popullit të Gjormit për lirinë e vendit dhe interesat të ngushta politike dhe për pushtet. Dhe kjo ndodhi pikërisht në një situatë lufte, ku ata që ishin faktorë dhe aktorë të asaj historie nuk kishin në dorë kënën apo letrën si në sot, por kishin pushtë. Dashur vëllezër, unë vin nga një familje majtë, ku të partë e mi kanë marrë pjesë me armë në dorë në luftën nacionale shqiptare. Por dhe historia e familjes time ka episode të ngjashme me atë të historisë së Gjormit. Dhe pse dy nga xhaxhallarët e mi ishin partizan, punati i tyre, burri i allës time, partizani Fasli Kasa nga Armeni, u përshkaktua padrejtisht nga partizanët në Ramic gjatë luftës nacionale shqiptare. Tregova këtë ngjarje të familjes time sepse dua të tregoj që historinë e Gjormit e ndjej brenda meje, aq sa dhe shpreh me fjalë, por gabimet e luftës familja jonë ja la të shkuar. Unë nuk jam historian, sot jam këtu si një politikan, por jam edhe birr e nit i kësaj zone dhe për shumë arsye që më lidhin me Gjormin dhe Krajinën më takon të jem realist. Kam qenë dhe jam gjithmonë kundër që politika asnjëherë nuk duhet të shkruajë historinë për interesat saj, duke e ngjyrë penën në gjakun e atyre patriotë shqiptarë të cui do lloj ngjyre apo bindje politike, të cilët kanë jetën për idealin e lartë të lirisë dhe të vendit. Gjithsesi, jam i mendimit se historinë e vërtetë të Gjormit duhet ta bëjnë historianët dhe vetë gjormionët, jo politikanët, të cilët si shpreha më lart dhe siç e ka treguar historia e kanë përdorur atë për interesat tyre. Pavarësisht se për Qetën Plak dhe luftën e Gjormit ka pasur interpretime apo këndvështrime të ndryshme në histori, të gjitha idet bashkohen në një pikë. Në Gjorëm e në gjithë zonën e Labërisë, ëndra e luftëtarëve si e partizanëve, po ashtu dhe nacionaliste, ka qenë Shqipëria e lirë dhe e pavarur.
Ata derdhin gjakun e tyre që ne të shohim e të gëzojmë sot. Babesit, kurtet, luftrat e brendshme për pushtet, mbi të gjitha lavrasit e shekullit kaluar, duhet na shërbejnë si mësim për të ardhmen. Jo ndasi por bashkim, jo interesat e vogla por e mira përgjithshme, jo kulisat por qitësia dhe ndershmëria, vetëm këto janë vlera që na bashkojnë të lidhur të mos humbasim fokusin dhe qëllimit përbashkët. Kur përmendet qet afgar, banorët e fshatit tim i përfshin zjarri i brendshëm, kundërtuar nostalgjia me Prishtinën. Nostalgjia për emrin e mirë që lanë pas vite të tyre, më shiruar në të qetë e Prishtini për ato që nuk duhet ndodhë. Nëse puna organizative dhe lufta zgjati 36 muaj, në ndorë 41, në ndorë 24, 18 muajt e parë deri në maj vitit 1943 i përkasin luftëtare të asaj qepe. Nëse aktiviteti ishte i mirë apo i keq, i tillë i mirë apo i keq ishte aktiviteti vërtet i Vivet Jormit. Çdo etiketim tjetër u përdor për ta njohuar dhe për t'ia bërë sakrificën. Gjurmët e Jormiotëve në histori i gjen jashtë dhe brenda fshatit. Jashtë fshatit në golem të rritet Froj Jormi, vendi ku kanë dhënë jetën 12 luftarë. Janin prehem të tjerë. Në të atësat, mbeti kënga pas për Hysén Beqon. Në 1920 dhe vitet 20 u i pandruam në 2 qeta. Në teritorin e Gjormit, ka gjithandej istikame. Kemi provuar shpërtime granata e fishet gjatë zjarëve, 7 llaka fëkujtimore, janë 4 lapidar gigant që nuk i ka tjetër fshat, tregojnë se Gjormi ka qenë shesh lufte. Si port hyrëse e krahinës është bërë për plasja e parë me armikur. Këtë herë, vite dhe për kukorën e Partisë Komuniste, sa t'i krënte dhe punati ti në ti meri, gjetën gjuhën me parësinë e fshatit, Muço Sheriti, me Shanë Premtaj, Zagor Shenej. Të moshuar e të rinj ullën kënkryq dhe poqen mendimin për të ngritur të parin luft fshatin e tyre. Ku vendet fshate morin e hor gjithandej dhe thuaj, s'po ndoft në Gjormë. Gjormi do na vër flakën. Ndërsa nga Gjormi u dha përgjigja. Sikur shtrumbe hi të bëhemi, armikun do ta shtorim me të gjitha mënyrët. I ngarkuar nga qerkori si përgjegjës Sharati me Saplikut, Nefi Hoxha ngritin në Gjorë një sitin e parë. Për kranë e tiju, drejtues vëllezrit, Qazim dhe Xhenil Shaktori, njëri pas tjetrit komisar, nga Trajglasi dhe dhënës komandant të dajës në shodhi nga Golena. Dhe në mbështetje u ndejt qeta territoriale me komandant Lule Lule. Tërësi Gjormiotët, edhe ata pak me ballin kombëtar, ishin pjesëmarrës në të gjitha aksionet. Aksionet ishin jo spontane, ishin të mirë menduara, të aprovuara nga qerkori i Partisë Komuniste dhe sipas kujtimeve të Rapo Dervishit të mirakuara nga Sadik Premdesh. Thirrja e Nefiut për të qenë në krye u pa në banat e shkollës teknike, kur ishte në parësinë e asaj shkolle. Kur iku mbreti, shkollarët morën në ruajtje instruksionet e shtetit në Tiranë. Sipas adjutantit të tij, veteranit Zako Mustafa Rai, Nefiu veshi uniformën e mbretit dhe tregoi 4 ditë sa erdhën italanët që morën instruksionet. Nefiu nuk ishte ushtarak. Në kërkesë modelit të tij në drejtim e ndihmoi dhe bashkëpunimin me ishtillet e nisëm, kryen dhe disa aksione bashkë. Për të siguruar jetën e luftëtarëve, më parë studionte vendin e aksionit, pozicioni i kosin shokët dhe për t'u dhënë zëmë dirtë në ballë dhe shtite i parit. Shpërndau Gjormiotët të vinë e frontit në kopjen e Gjormit që luftar dhe krainës mos të birin dhe atës. Mbi 60 të vrarë dhe qindrat të kërkosur pësoj armikur, ndërsa nga luftar vetëm 2 në front. Kotafili
i vetmi në qetën plak dhe Bikër Selimi i qetës teritoriale të Basit. 4 të tjerë u vranë nga autokrizat të Parkut të Agostit. Kujdese i vetë për roke, ku të ndjeshin më sigur në sa banorët të ishin porositur për të kujdesur për të agosur të shtonin fshatin nga reprezalit. Shillon të luftëtarët e tij që të mos provokonin apo të shtirin nga amiket pa urdhër, mbasi do rrezikoj jeta e tyre dhe fshatin ku do të ngjajë. Emri i Mekiur Vangjos u bë idhull për popull. Në kahinat e Florës deri në Kurrelesh e Mallakasë. Familjet ishin të sigurta kur të duanin tjetë në komandën e tij. U shtua në radhë e Sitit me 40 vetë, nga formua qeta plak në pas mbi 70 vetë u formua bataloni. 24 aksione, 24 fitore. Pas aksionit feste madhe në gjorë, tuën dhe vale, kulmi alegrisë, por la fia ju prehori. Nga agosti dhe në pas vrasje e Vangjos të joj këndekun e madhë. Arsyen e gjë të gëstari Al-Wastushi. Sadiku ka bërë fjalë për Dushan e Miladin, diken sërbët sa më parë se luftojnë vetë për Shqipërinë. Dhe gjithë shkandoli ishte skenarja të tyre. Deputetëve të qartë, por ajo që dua të theksoj, ndoshta edhe në të gjitha fjalët e zgjatura të gjithë forcëve në këtë përvjetor, dua të theksoj që themelimi i qetës plak të Vlorës vinte pas 30 vjetëve të themelimit të ushtrisë shqiptare në 4 dhjetor 1912 në Istan Qemal. Dhe burat e mençur të Gjormit dhe të Labërisë, pikërisht datën 4 dhjetor e kishin si simbol të ushtrisë shqiptare të themeluar në Istan Qemal. Së dyti mund të them që qeta e plak e Vlorës kishte në gjilin e vetë bi dhe bia nga më të mirë dhe më heroik të cilët ishin nga gjitha trevat e Labërisë. Së fundmi mund të them që qeta plak pas betejave të jashtëzakonshme gjatë vitit 42 në janar të vitit 1900